në bodi, u godit dhe kryeministri e lanë 300 sa ditë e lanë në balkon, kupton. Në arrest shtëpia, është i vështirë arresti shtëpisë për një moshë të mos nuk është i lehtë. Ka lanë ngeli vetë. Pa diskutim, por dosja shkoi. Dosja shkoi në SPAK, u shkoi në SPAK. Po një tim po ishte në gjendje të lira i detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje e bëri vetë doli ajo, plotësisht dakord. Se isha edhe djemi tem. Unë thash atë tjetër, se që ta shpjegoj se mos i themi shkurt gjërat. Unë jam me mendimin që SPAK momentalisht ja kam shpjeguar ti, do e shpjegoj të gjithë derisa të lodhem. SPAK momentalisht në 2/3 e funksionit i kohor për të hetuar dhe për të prodhuar produkt të rëndar ka goditur momentalisht vetëm socialistët. I vetmi personazh i opozitës, por jo i Partisë Demokratike që ndodhet prapa hekurave është zoti Ilir Meta. Dhe sot kemi 70 zyrtar socialist në burg të gjithë kategorive dhe asnjë nga Partia Demokratike, 0 në burg dhe vetëm 1 nga Partia e LSI-s në burg. Tani për mua nuk ka problem kjo pjesa. Fare, 0. Unë po them tjetër gjë. Unë i shpjegova si koncept se ne të komunikimi në këtë punë me spinin. Si koncept në 2/3 e kohës SPAK e ka harxuar produktivitetin e tij për të treguar shqiptarëve se qeveria më e korruptuar ndonjëherë në Shqipëri pas ka qenë qeveria e Ramës. Ase Zogut, ase Enverit, ase Ramizit, ase Fatosit, ase Dreqit, ase Shitanit, ase Berishës, as kur ishte Meta, kur erdhi ky zotria, na tregoi që ky pas ka qenë më i keq i të këqijve. Në këtë koncept mua çam bën? Mu bën katarsisin e Partisë së Lirisë ish LSI-s gjaket thyr? Po katarsis mu, se s'mu kemi parti hajdutësh. Pra gjithmonë kemi thënë Alibaba 40 hajdut, na doli që ka vetëm Alibaba i pa hajdut për rreth. Pa 40. Pa asnjë, pa asnjë, jo 40, po pa asnjë hajdut. Pra ky ka vepruar i vetëm. Njëkohësisht dhe kryeministri i Shqipërisë që thoni ju që pas kanë rënë qaf dhe ky ka qenë kryeminist, po ka vepruar i vetëm. Ky ka shkuar njerëzve nëpër zyre, ka drejtuar Altini, ka thënë do e bëni këtë, se do e bëni për dhëndrin tim. Jo, ata që e kanë bërë, se kanë bërë kushtet e detyrimit për kryeministët, ata janë njësoj fajtor. Po ta heqin këtë zëre se nuk ka ndodhur kjo. Unë po them sot shqiptarët janë përpara faktit, sipas produktit SPAK-ut, që Rama që ka dhe qeveria e tij që ka nga më të korruptuarat në Europë. Absolutisht e vërtet. Por ama njerëzit deri më sot Eldar edhe Ermal kanë votuar kundra Berishës. Se janë të ndarë njerëzit në Shqipëri. Janë të ndarë më burr. Çfarë ti themi kësaj? E zëm se sot na vodhi Rama. Ore na vjedh Rama, na bën kërdin, nuk na lën gjë pa na bën. Po nuk vjedh Rama 100%. Vjedh 30. Nuk ka rëndësi më. 40 e Ramës që kanë ngelur, që mendon që funksionarët Partisë Demokratike ku kanë drejtuar të vend dhe ato të LSI-s që kanë drejtuar të vend janë hajdut. Për këta ku është drejtësia? Ka njëri përgjigje për këta? Na vjedh me Rama 30, 70% sot. Ku është drejtësia për këta 40%? Ku këtyre çfarë themi? Ose kanë gabim këta, ose ka gabim produkti SPAK-ut. Se unë nuk mund të logjikoj që SPAK-u pas ka të drejtë, po këta 40% që votojnë her pas here, që e duan Ramën me gjithë këshillat e veta, të pas kanë sy që vetëm ky kryeminist që votojnë. Atëherë tani o do ta ndajmë që ne kemi pasur gjithmonë gabim. Sa herë kemi dalë në media ne kemi thënë se sa e korruptuar është. E hoqa Berishën se ndoshta ja fuz dhe kot. Po nuk ka ngel zog nonën këtë vend pa e bë Partinë e Lirisë, se s'du të ndryshoj, të them gjitha emrat që ka, se janë tamam si këta të bandave kriminale që kanë nga 3 emra. Alias ky, Bardhyli, e ka vënë një emër tjetër. Kështu dhe këta LSI, LRI, PL, a kupton ti tani? Kjo partia që nuk ka ngel zog nonën nëpër studio të thotë që janë të korruptuar, e se ky hajdut e ky tjetri hajdut e kemi bërë denoncime, kallëzime, dokumentat publikuara, për këta pse nuk është folur kurrë? A mund të më thot kush pse nuk është folur për këta? Dhe ku është drejtësia? Ku është drejtësia se po mbaron mandati SPAK? Po këtu ti analizon, dakord, ka logjik kjo që po thua. Po. Por në praktikë si po le një detaj, jo le një detaj, një ide tjetër. Tu e plotësisht dakord nëse do ishim një sistem demokratik. Ato çfarë unë tham që duhet të mbrojtur me çdo kusht. Këtu nuk jemi këtu, këtu jemi në sistemin e autokracisë. Këtu nuk ka rëndësi kush është çfarë përfaqëson 40%. Këtu ka rëndësi që njëshi të jetë në fron, Po ti thash më. Njëshi të jetë në fron, dhe të tjerat poshtë njëshit nuk kanë vlerë.
Po, pra. E përcakton një shija atë se kush duhet goditur. Po. Dhe po të shohësh, në drejtësi janë njerëzit që i krijojnë probleme njëshit. Jo njerëzit që duhet të jenë në burg. Po, pra. Po ç'a problemi? Kjo e problemi pra. Tu është problemi që thamun që kjo drejtësi po çalon. Nuk intereson fakti, nuk intereson fakti, a është i korruptuar X a nuk është i korruptuar X. Mua më intereson fakti se korrupsioni këtu po fillon, po shkatron jetën qytetarët një vendi dhe një njeri i cili ka përgjegjësinë. Ka përgjegjësinë për këtë gjë, do ta bëj, po e bën për masa. Jo, nuk ka arrit deri këtu. Korrupsioni deri këtu që shkatrohet vendi në mënyrë duke e parë me sy të lirë. Më pyeti Josefina Topalli, ishte ditë në opinion. Pyeti më thamu sa ka qenë kostot e së dhe ajo ignorante ndoshta ose s'mban mend ka lajthit. Sa ka qenë kostot tha të rrugës Kombit kur është bërë rruga Kombit e ditë sa kanë shkuar kostot sot, edhe pyeta ChatGPT.